4 persona sot mi përkujtu. Mësusën e pare gjuhës shqipe Elena Gjika, Dora Distria. Në Kosovë ka qenë Dali Emërllahi. Dhe 2 profesor për Shqipnisë që kanë dhonë vitet e 47-ën, 48-ën në Prishtinë Shqip. Të gjitha shkollat, gjithë profesorat kanë qenë gjuhën serbokroate, mirë po këta kanë qenë 4. Samir, nuk e ke arru fare heq. Po, edhe ne I përshëndesim, po tregom, kush ka më shumë ndikim në sjelljen e nxënësve? Thuhet një fjalë, përpara ka qenë edukata është marrë prej shkollës. Tash jo. Edukata e fëmijës, familjes, çfarë familje ka, fëmija po sillen. Unë kam momente të cilat I kam thonë Zotit Madhreshëm, o Zot, verbom mos shoh çka po shoh, e më jep mundësi t'ju ndihmoj këtyn e fëmijëve. Isha me një zoj me një shkollë, aq fyri, aq sharje, sa që vajzës e asaj shkollës gjithçka I thënë është nanës. Kështu që duhet me pas kujdes, duhet me pas kulturë, traditë, arsimi është pjesë. Ta them një për arsimin. Po, zotri. Me një moment lypet mu shpërbly një individ. Të gjithë populli shkon te luftetari. Luftetari ngrit dorën e thotë jo mu jo. Thot po, thot teprori më ka mësu me luftu. Kur shkojnë te teprori, thënë jo lavdatën me marë, thot jo as muja. Thot kush? Thot të mësusi. Mësusi mi ka dhonë shkronja dijenin e parë. Prandaj mësusi është niveli më të lartë I jetës. Faleminderit shumë zotri. Faleminderit edhe ju.